Ne, si greke në gjë. Greke? Mu duk si turke. Hajlë. E kuptu se si vendoset etimologjia e fjallës? E majmë seriosisht, ja. U e vendos etimologjia, është fjallë greke. Ne, pëso është fjallë greke. Si pas preferencave, më du të qytë turke. A mua, kështu biqim soj turke më duket. Të speci ishte sa i grusht. Po si ishe pikante, nuk ishe? Ja, sa grusht i plakot tim kur ka qenë. Do me thonë, kur haj buk, më fillo uria. Nuk e di se qa ushime që janë, po sa haj buk, mas buk e më fillo uria të mërshme. I pjatë me speca domate është vetëm një aperitiv. Ska si lloj vlerë më duket, se edhe domatja sa grushti. Mishte rrit domatja më dollap. Mirë që s'u hap derën e dollapit, buk. Se e ka përhap shumë ajo. Mirë që s'u hap derën e dollapit me dalë, vap. Kuj që kam shtëpi ruhet nga farat e domates, nuk e di thot. E kam gjuhë dhe këtë muhabete e farave. Amani dhe mos mi qëro se i dua shumë, me helmatisht i du se më pëlqenjë, mos mi heq farat. Rri orë të qëru farat e domates, o zot. Sa më thot mbeqi probiotik. Në farmaci. Sot është i 17 i prajmë, apo i 16? 17. Dua t'i vi një bateri asaj për sonte, po imagjinova që ja ka hap atë me bateri dhe më rrëzon se më thanë që ajo ka shumë forcë. Edhe Lady Gaga rrëzon në skenë. Bi për tokë. Tjesë se bon atë muhabetin e drynit ato, s'u morën shumë e drynit. E jam për sonte, po nuk do t'a dhe. S'de vesh, e? Jo, si degeneron kalamajt jemi para orës 12. Nuk du që mësoj gjona qia. Ate kongën prapë kam parë që para 15 vjetësh ato? Jo, për drynin që ta vej aty nuk shka. Nuk më leja orë. Më mirë, ja. Jam dhe akademike, qa ishte për t'pa, u pa, jo, ka dalë. Dhe jetë atja. Ku kam dalë se u shkri lirë. Pastaj sot janë i minut, pse hapet dryni për i minut? Ja. S'ke komu në grofë. Qa jeti. Ju morëm qapë gjithë. Vëra ne i vërtë ne. Thank you. A do t'a bëj një mëngjes? Po mirë, okej. Sa ngre gjëti, se bëra i pjatë madhe, po lirë ish për ndau si mas... Ose prit speca se të bëhen, se edhe pak do. 20 minuta. Qa dani më në s'ka gjë. Mos u lellni. Emje. Nebe. Si thanë? Po? Po. Pastaj do na e tregojnë. Faleminderit. Të lutem. Pas kam pas sukses dhe isha e dyta në radhë. Po sot? Si ishin emrat? Visi Monza,
Dyta prapë. Edhe Soni Sara. Soni dhe Sara do kenë marrë barabar. Unë Sara si adash, se më pëlqeu unë atë me parë. Je bëj rrezikshme mi. Kanë fillu me t'u hollu kamët. Fillo rreziku me këtë. Nga pishina, nga servitja. Unë e rrezikshme pse? Në kamët e holla i kam pas për herë. Jo, ka që tholla, si ke pas në fillim. Po hera parë që po veshi qkurtra. Nise ti kam pa dhe dje, po të kontrolloj për ditë. I kontrolloj gjithë nga shëndeti. I thash dhe Lirit, mund të filloj të luaj Michael Jackson javës tjetër, se po i hikën tuli komplet të gërmu. Do t'la kërkoj Michaelin që e refuzoj. Ka të se boni, ja. Ka të se boni. E kishe tentu. I s'di me kërtu i kam thoni 100 herë, se do dhe me mësu mu. A e mjerë më vete sa jolla. Do me thonë s'di. Di ato gjonat klasike. E moderna më duket mos e kujtu më shumë. Kërcimi është nervë, zemër, nuk është rregull. Ku mësohet kërcimi? Për mu kërcimi nuk mësohet. Unë kam lënë nam kur kam dash me më mësu kërcimin ke Dancing with the Star. Asnjëherë s'kam kërcy në jetë më keq se atëherë. Të gjithë janë me nderos tu qesh. Pse se ma mësoni, më mlet kërcej si ç'du vet. Jo, mazalla. I thash Do me anezesh pak? muzikë. Ale lëviz, do ulesh. Se Dhe dhe ke ti trin ke hije. cigare gjithë me duhan këtu. Gjithë stresi mo. Gjysma buxheti cigare. I thash herë, ma lëshoni muzikë kërcej, me lëshoni muzikë vanitoze, në fillova të lujtë kështu, si Bob Marley, që të bojsha? Muzika për të kërcy, do rritën, jo, pa rritën ma lëshon. Mu këto vanitozën pëlqen më shumë faktikisht. Pa ato vanitoze do të lëshohesh më kreatë e diku të bojë. Duhet për, po, edhe kurse ke, do më thënë, Në imaginone? e imaginon, e manifeston. E manifestovan, për që eshon gjithë, u shkri. Që Dancing with the Star. Kujtoj që isha blej pura, aty ke bloku, se kisha për, ishte dhonë ajo drejtusja, s'po e ze emrin, kishte dhonë me lujt një rol ku duhet u visha si kauboj burr, hej sot në rruje, Se kuptoti? ta ndrumë kështë ty. Nuk e di. Edhe thash unë, kauboj për kauboj, po e blej dhe i puro, po e vejmë vesh, se për ta pi, Po. shkoj unë, 5.000 lekta puro. I thash e du me gjithë klof, po ishte një si klof Flori, 7, tha, Shi. klofi. Qyqja, thash unë, hera parë që boka klofi më shtrejnë si gjore, i thash unë, që ka boka ki? Edhe kishin këta, nuk po ja them emrin se mos është reklam, se ka një emision ai. E filloj duke më talë muaj, moza, dha, pas ke futu në vesh. Kupton që të qeshni njerëzit. Po aty thash se aty rrinte, s'kisha ku ta dhe isha, thash se jam të kërcy, po ti s'di tjetërën i thash që shkova më dyqan dhe bon të klufi më shtrinjë se pura. Filloj pas taj gjithë të drigo duke qesh. Edhe. Që hëngra dhe unë më nqes. E kam haru fare këtë buja. Që ka arru? I bëjsha mëngjes drejt darkë, kujdesesha. Në shikë si kur bujon. Dy gjona kuptohen. Po pra këtë doja të toja. I thot, Indri thot, ti do me ka prajme një thot me këtë vizatim se s'po e kuptoj. Jo, thot e bona për qef, thot pse mërziteni tash. Kush është qefi? Qefi kujt? E pashi i eri thashun ti si e në rregull, dhe theshu qova iga dola në banjo, erdha u ktheva ja futa gjumë si fola Qefi mua kujt? fare. E, kishte lënë aty te krevati jem. Kush është arsyeja për cilën ai çohet, bën një vizatim ku jep të mendoj diçka, ku diskriminon figurën tënde, ku të fut në mes në një situate që ti as nuk e par, as nuk je, as nuk është. Atëherë unë këtë them që ai e bën për xhelozi, ose për hakmarrje, s'tu me përdor fjalën hakmarrje, po le të themi si kuj, vetëm për faktin që ti nuk pranove pëlqimin e tij. Mua më duket shumë e shumtuar. Po pra. Gjë pa sens, budallik fare. O zemër. Këto brënda.
Se di, po habitem pak me të sjelljen e ti. Po që fillon e mbaron këtu, domethënë, se kushdo që po. Se edhe dikur që erdha, ata thashja apo ja thash vetëm Indrit? Se ishim të bë bisedim dje që ishim aty mrena, që po i tregosha për histori e kështu. Dalun për tarë të zjarmi, e thjesht ngjoj Zhaku një moment që i thot Henrit, kur ti e shef që asaj si intereson fare për ty pse mërzitesh. Kaq ngjova. Ktheva herë kokën e pashur, thashun pse vazhdojnë akoma si muhabet, mos se kuptoj. Se du me ka primin, pra. Se ku dashuruaj Qa kam për t'ju bo në 3 sot, ditë? pra? Qa kam për t'ju bo sot? Ku dashuruaj në 3 ditë, Ajsa tani ka ngel Benja dhe tani do të flasim për shpirtin e thyer të Henrit, kur në asnjë moment ti nuk i ke treguar pëlqim dhe në asnjë moment nuk është konkretizuar një lloj interesi. Për çfarë po flitet? Për çfarë po flitet? Nuk e marrë vesh, pra, nuk se di, se kuptoj Zemra e dot. thyer tani sa i deri tani ka folur vetëm keq për marrëdhënien midis Indrit dhe Vanesën. Ajsa teorizoi mroklla se kemi boca prime për Henrin edhe për Ajsa doli Vanesa. Se para kësaj pikturës kishte bëj pikturë tjetër. Po. Që ishte? Se unë prapë e mora sigur e kishte bë për mu, po e lujti muhabetin sikur donte dhe nuk ja vara forse nga që ishte dark e ishin gjithë ngjume se desha me Umar. Kishte bë veten në thonjza, Po. tu pikturu të krevati tjetër, Po. edhe të krevati tjetër kishte bë Indrin me Vanesën thonjza dhe kishte bë një figurë sipër dhe 2 zemra. Po pra, po ç'është kjo obsesion që ai ka kundrejt Indrit dhe Vanesës? Edhe S'po i thot Indri pse i thot? Po kam qef, tha, se një qifti dashuar, tha, dhe unë tha thjesht rriu shof këshu. Po Vanesa ka ik, tha, thjesht qeshi këtë dhe ndroj komplet muhabet dhe bo një vizatimin tjetër, pastaj që tregova ty çfarë. Mua më duket pak E bo një vizatimin, ja tregoj herë kamerës mirë, mi thash ma tregoj qa ke bo, se s'po ma tregonte. E kam bo me zërë ma tregu se më shifte mu, shkrunte, shifte